Po I bëm një... Po dhe këtu një se në një në flenë presin. Mirë. Hey, how are you? How are you? Të nderuar zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në prezantimin e projektit të rikonstruksionit të qare Ismail Qemali Shkodër. Mirë presim për fjalën e rastit drejtoreshën e shkollës, zonjën Erjeta Laçej. Të nderuar të pranishëm, I nderuar Zoti Kryeministër, I nderuar Zoti Kryetari I Bashkisë Shkodër, I nderuar Zoti Arkitekt që arkitektuar shkollën Ismail Qemali, e nderuar drejtoreshe zyrës arsimore, të nderuar kolegë, mësues, prindër, nxënës, të dashur dhe të ftuar. Me një ndjenjë të thellë mirënjohje dhe krenarie, ju uroj mirëseardhje në ambientet e shkollës Ismail Qemali. Një institucion, fillesa e së cilit daton në vitin 1913 me emrin Shkolla Parruc, më pas 7 nëntori dhe sot Ismail Qemali, duke rrugtuar në 112 vite me kontribut të çmuar në arsimin e brezave të qytetit ton dhe me një komunitet që çdo ditë punon për edukimin dhe formimin e qytetarëve të së ardhmes. Sot nuk është thjesht një ditë ceremonie, është një ditë që shënon një pikë these për të gjithë ne. Projekti I ri për rikonstruksionin e shkollës sonë është dëshmi e vëmendjes që po I kushtohet arsimit e investimit në cilësinë e mësimdhënies dhe në mirëqenien e fëmijëve tonë. Ky projekt nuk është vetëm një ndërhyrje në strukturën fizike të godinës sonë. Është një përkushtim për të ofruar kushte më të mira mësimore, një hap drejt modernizmit dhe një shenjë qartë se arsimi është një ndër prioritetet më të rëndësishme të kohës sonë. Jam e bindur se fal këtij bashkëpunimi ndërinstitucional mes qeverisë, pushtetit vendor, specialistëve, drejtuesve arsimor dhe komunitetit, shkolla jon do të marrë pamjen që I ka hije, një hapësirë funksionale, mikpritse, e sigurt dhe frymëzuese për fëmijët tanë. Një falënderim të veçantë dua të shpreh për nxënësit tanë të mrekullueshëm, që janë arsyeja pse jemi këtu sot, për mësuesit që me përkushtim dhe dashuri japin më të mirën çdo ditë, për prindrit që qëndrojnë pranë nesh çdo hap dhe për të gjithë ata që besojnë se shkolla është zemra e një komuniteti të shëndetshëm. Faleminderit për pranimin tuaj sot dhe për mbështetjen në rrugën e përbashkët drejt një arsimi më cilësor, më të drejtë dhe më të ndritur. Faleminderit. Mirëpresim për fjalën e rastit, kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, zotri Benet Beci. Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti kryeministër, nderuar drejtoresh, nderuar arkitekt. Sot për mua është një kënaqësi e veçantë jem këtu në prezantimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm për shkollën, për një nga shkollat më të vjetra, për një nga shkollat më të mira, për një nga shkollat më të mëdha, më me traditë, siç është shkolla 9-vjeçare Ismail Qemali. Në punën time të shumëvitshme me infrastrukturën, si në disa institucione, e tash në bashki, kam punuar në shumë projekte, në shumë investime, po ju siguroj një gjë që kënaqësi më të madhe, mirënjohje më të madhe, dashuri më të madhe se sa të bësh një shkollë dhe satisfaksion më të madh se të bësh një shkollë nuk ka. Kur e nisëm punën në bashki, më është dashur të shikoja dhe verifikoja gjithë problemet që kishte Shkodra.
E sigurisht Shkodra ishte me shumë probleme infrastrukture. Duke filluar nga kolektorët, nga më të thjeshtat, kanalet, e të asfaltet, e fasadat, e ndriçimet, e rrugët, e shumë tjera. Por ajo që të dhimbte më shumë, që kanë dhimbë më shumë, sekretar bashkie kanë qenë kopshet, qerdhet dhe shkollat. Nuk ishte një shkollë që të ishte një model që të justifikojë e thoje po, të paktën kemi një shkollë model. Nuk ishte. Fatkeqësisht dhe ndoshta këtë gjë e kam diskutuar me kryeministrin nga të parat, dhimbje për qytetin kanë qenë shkollat, qerdhet dhe kopshet. Dhe ky ka qenë fakt edhe ndoshta prioriteti i parë i veçantë dhe i domosdoshëm. Kujtoj edhe një moment, do më falni ta zjas pak, përpara se të fillonim projektin e shkollës Dremjeda. Shkova atje dhe fëmijët ishin mbledhur, bën një prezantim të jashtëzakonshëm të paharruar, të bindnin kryetarin se sa e rëndësishme ishte shkolla për ta. Ishin vetëm fëmijët që fliqin. Dhe për të thënë që një nga nxënësit e shkollës e kishin kërkuar një arkitekte që kishte dalë nga shkolla, por që ishte madhe në moshë, do të thonë maturuar, të lutem na bëjnë dhuratë një projekt për shkollën. Dhe ata erdhën në takim me mua me një projekt për shkollën, me një propozim për shkollën, me dashuri dhe me një. Edhe ne bëm shkollën Dremjeda, ishim me kryeministrin atje, kur vendosëm, kur e pam, kur e bëm, ajo ishte një fuqi e jashtëzakonshme e fëmijëve, e mësuesve që kanë punuar në kushte të jashtëzakonshme me devotshmëri dhe me dashuri të jashtëzakonshme në kushte minimale të infrastrukturës së shkollave, pa ngrohje. Besoni që kur ka marrë pyetja e parë më ka thënë a ka mundësi mos kemi ngrohje me gaz. Se rrezikohet jeta e fëmijëve. Dhe detyra e parë ime javën e parë, muajin e parë ishte të hiqja sobat e gazit se po rrezikshën fëmijët. Dhe të çështën të drurit. Kështu është fillimi dhe nuk ka qenë shumë larg. Ka qenë para 2 vjetëve. E kur shoh edhe vi sot në një projekt si ky sotmi, ku kemi një arkitekt nderuar ndërkombëtar dhe kemi një mënyrë të konceptimit të tjetër niveli, krejtësisht tjetër niveli, për mënyrën se si bëhet një shkollë, se si janë standardet e një shkolle. Mendoj që është një arritje e madhe. E kur nuk e harroj telefonatën me drejtoreshën, kur i thash na është aprovuar projekti. Na është aprovuar projekti, kemi marrë 3 milion euro financim për shkollën. Jo vetëm për të rregulluar një gjë, për të kapë tërë nga e para, me gjithë një ndërtesë tjetër, 2 ndërtesa. Unë nuk harroj emocionin e drejtoreshës. Edhe të fëmijëve, edhe në rrugë që më kapnin, edhe falenderojshin fëmijët në rrugë, se ka dalë shkolla, keni marrë një projekt për shkollën. Shkolla dhe fëmijët dhe Shkodra arsimin, sikoj kulturën e ka dasht jashtëzakonisht shumë. Koha e humbur na ka bërë që të punojmë shumë fort. Ne po punojmë në disa shkolla paralelisht tani. Kemi fituar disa shkolla të tjera që janë tani që po bëhen përveç shkollës mesme, po kështu kënde sportive të rëmëra. Ka qenë prioriteti jonë, ka qenë prioriteti i kryeministrit. Mënyra më e mirë për të filluar një qytet, ta rikthesh aty ku duhet. Me sa kuptoj unë, dhe është dashuria e fëmijëve për shkollën, dashuria e mësuesve dhe e prindërve për të pasur shkolla dhe një brez të edukuar mirë. Uroj shumë dhe falenderoj shumë për punën. Projekti është dhuratë e përsëri një nga nxënësve të shkollës që dashuria e tyre ka bërë ta sjellë një projekt që është një projekt për mendimin tim jashtëzakonisht i mirë. Jam krenar për këtë punë, jam krenar për këtë bashkëpunim, jam shumë i njohës kryeministrit që na ka hap derën për të vazhduar investimet në këtë shkollë, po dhe në gjithë shkollat e Shkodrës. Ju falenderoj. Mirpresim për fjalën e rastit, projektuesin e projektit nga Oppenheim Architecture, Beat Hasler Partner. Prime Minister, thank you for invitation. Thank you everybody for the trust in us to dive into this exercise and of how education is, the basic education in Albania is done. And when I visited here about a year ago, it was rainy, it was wet, and you see on the photos, it didn't really look inviting, and it looked a bit run down. Oh. And
But very quickly in this building there was a depth to it, and even in the elements of this destruction or of the layers of the facade, there was an opportunity. Okay. And if something that we learned, or I learned the last 4 years in Albania, it is the challenges that brings you to opportunities and brings you ahead further. And it's not the easy buy from Switzerland. Everything is so easy. Everything is prepared. Not in Albania. You have to find the solutions, but it makes you better because you are looking for them, these challenges. And the school is full of them. They made so much out of little in the last decades in this school. And just walking around the classrooms and the gym hall, which is so basic, and what I learned that is one of the best kushtet bazike, schools in është Albania. dhe të imagjinojmë që është një ndër shkollat më të mira që fiton shumë trofe dhe kjo të impresionon shumë, por është shumë e vështirë që këto fëmijë të luajnë çdo ditë në këto kushte. Gjëja më mbreslënëse ishte që të takoje fëmijët, ato kanë një dëshirë të madhe për të mësuar, por duhet një kushte dhe mjedis më i mirë për ta. Kur shkova në dhomën e mësuesve, çdo mësuese po qeshte atje. Në atë dhomë të vogël ishin të gjithë të gëzuar dhe secili e dinte rolin e vet. Ka që janë këtu mësueset janë shumë të lumtura dhe këtu shohim më kujton pikërisht edhe librin komik që kam lexuar kur kam qenë i vogël. Dhe ideja kryesore ishte sfida dhe gjërat dhe ideja për të krijuar gjëra të reja. Kjo ishte pikërisht një inspirim dhe duhet jetë për të gjithë. Kjo është baza për cilën dhe është raketa e shkencës. Shkolla nuk ka një dhomë shkence, një librari, nuk ka një laborator kimie dhe gjitha kjo do të jetë në këtë kupol, në këtë raketë, e cila do fluturojë së bashku me fëmijët, të cilët do inspirohen dhe do mbushen plot me njohuri. Masa e kësaj rakete do të jetë një simbol i shkollës për gjatë gjithë qytetit tonë Shkodrës, madje do përfaqësoj dhe gjithë Shqipërinë. Në maj është pikërisht libraria, e cila do vendoset shumë bukur në pjesën e shkollës. Është një hapësirë e cila tashmë është harruar dhe ne duke vendosur këtë objekt normalisht që do japim jetë. Shkolla është e njohur për sukseset sportive dhe pikërisht pjesa e holli që është vënë gjimnastikët do të jetë një sukses për të gjithë. Atje do të ketë disa klasa individuale, nuk ke përse shkon jashtë. Këtu janë disa imazhe të raketës së shkencës. Dhe pikërisht është forma dhe lidhja me pjesën e palestrës është gjithashtu e hapur për publikën gjatë fundjavave, jo vetëm për shkollat. Ajo çfarë jemi duke u përpjekur tani është të merremi me fasadën. Do të jetë një hyrje e re, një hapësirë ku do qëndrojnë nxënësit jashtë, si dhe një lidhje me palestrën.
in order to have the height it does need for the international standards, there is Pra ne do mundohemi që të krijojmë standarde ndërkombëtare dhe këtu do të ketë 200 deri në 300 njerëz që do ta shikojnë në ndeshjen. Nuk do të jetë thjesht një shkollë, por palestra do të jetë një hapësirë për të gjithë komunitetin. Dhe janë pikërisht dritare që lejojnë që të shihet çdo gjë. Kjo hapësirë do të ndahet në 3 hapësira të vogla. Very efficiently laid out in the use of the space. Just a couple drawings, not too boring how this will be laid out. There will be a high standard like changing rooms. Do të përdorim një standard tepër të lartë, siç janë edhe dhomat e zhveshjes, të gjitha të lidhura me shkollën. Nuk do shpenzojmë para për të ndryshuar dhomat përreth, por është pikërisht kjo raketë që do të qëndrojë jashtë palestrës. Dhe në majën të saj do të jetë një hapësirë për fëmijët. Kjo do të ketë një ndikim shumë të madh. Do të jetë një hapësirë shumë e rëndësishme për fëmijët që nuk janë këtu, por që ju do ju tregoni atyre. Pra ndërtesa nuk është vetëm një hapësirë për të mësuar, por një vend për të ndërruar, sepse shkenca e vërtet qëndron tek fëmijët, tek edukimi. Faleminderit shumë të gjithëve. Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëpresim për fjalën e rastit kryeministrin e vendit Edi Rama. Ju përshëndes të gjithave edhe të gjithëve dhe dua ta nis me një lajm të para disa ditëve. Besoj që ju e keni marrë këtë lajm, por është një lajm shumë i bukur për të mos u përsëritur. Është lajmi që arkivi i dinastisë Marubi u vendos përfundimisht në fondin e trashëgimisë kulturore botërore dhe pas këtaj mund të thuhet jo vetëm me zakon, por edhe me ligj që Shkodra i ka dhënë botës një kontribut të drejt për drejt për kulturën e saj. Dhe pse desha ta nis nga ky lajm? Sepse duke u përgatitur për të ardhur këtu, mësova që kjo shkollë është themeluar pak muaj pas pavarësisë Shqipërisë. Që do thotë që është një shkollë e cila ka lindur nga një aspiratë e madhe dhe nga një përkushtim i posaçëm i njerëzve të ditur të këtij qyteti, i njerëzve patriot dhe i njerëzve që i kanë dhënë Shkodrës përpara shumë qyteteve dhe vendeve të tjera të Shqipërisë një dritë dije, një dritë dashurie për kulturën që për fat keq ka ardhur duke u zbehur edhe duke u tretur posaçërisht në dekadat e fundit. Dhe një prej nismëtarëve dhe drejtuesve të kësaj shkolle, Shefqet Muka, ka pas shkruar për shkollën një frazë që i shkon shumë raketës imagjinare të arkitektit
Dhe ma hamendja se do ishte një frazë që do të ngjiste shumë bukur në muret apo në hyrjen e asaj anije kosmike, me i pajis bide shqipes me flatra dhe ditunis që janë stolit më të shmushme të kësaj jete. Dhe është absolutisht pabesueshme dhe jam i bindur që është unikale që një shkollë me këtë histori, me këtë preardhje të gjendet e ka të ndisur në këtë situatë ku që kur hynte dera dhe deri këtu të paktën, se brenda nuk e kam parë, por nuk besoj se ndryshon shumë, nuk gjen asgjë që do të thotë që këtu është vendosur një gur themeltar i historisë qytetit, i historisë shqiptare të arsimit, i traditës së dijes në Shkodër edhe në gjithë Shqipërinë. Dhe mbien jashtëzakonisht mirë që pas kaq shumë vitesh dekadencë në gjitha aspektet, po posaçërisht në infrastrukturën arsimore ku Shkodra mbeti mbrapa gjithë të tjerëve, se faktikisht sot për të gjetur një shkollë si kjo në qytetet të mëdha të Shqipërisë duhet kërkosh shumë ose duhet t'i referosh arkiveve se nuk ka më. Dhe dua ta përgëzoj Benetin që një nga gjërat e para që ka bërë është që i ka dhënë prioritet projekteve për shkollat e Shkodrës, gjë që ka sjell si rezultat mbështetjen tonë për një sër shkollash. Përpara disa javësh ishim së bashku në kantierin e shkollës Ndremjeda, një tjetër shkollë e vjetër me traditë që ishte në një gjendje të tmerrshme. Dhe shkolla Ismail Qemali sot ka një veçanti, edhe një veçanti shumë të bukur që është në lartësinë e historisë vet. Ta respektojmë të këngën e imamëve.
thosha që gjëja e bukur dhe shumë e veçantë që përkon në një farë mënyrë me historinë e shkollës është fakti që sot ne jo vetëm nisim një proces transformimi rrënjësor të shkollës, por nisim mbështetur me një projekt shumë bukur, i cili është një donacion i një studie ndër studiet prestigjioze sot të Europës, e cila prej disa vitesh punon edhe në Shqipëri dhe nuk i di rrethanat eksakt, por di që përpara disa kohësh arkitekti më çoi një mesazh edhe më tha që ishte lidhur me Benetin për të bërë një dhuratë për fëmijët e shkollës Ismail Qemali. Gjë shumë e bukur, por edhe një augur shumë i mirë për të nesërmen e shkollës, sepse vërtet për historinë e saj, për rrënjët e saj dhe për aq shumë breza që kjo shkollë ka edukuar, patjetër që meriton të një projekt shumë të veçantë siç është ky projekt, që jam i bindur dhe të jetë një nga shembujt më të bukur të një arsimi të rilindur në Republikën e Shqipërisë, ku ne kemi sot 450 shkolla të reja, të cilat nuk janë si në Europë, se në Europë ka lloj-lloj shkollash, po janë si shkollat e mira të Europës, dhe ndër to, pa diskutim, shkolla juaj do të jetë ndër më të bukurat, siç duket edhe nga projekti. Dhe në ndërkohë ne jemi në fazën e pajisjes shkollave me laboratorët inteligjent dhe deri tani janë rreth 300 laboratorë inteligjent, do të shkojnë në 900 në totalin e tyre dhe do jetë shumë bukur kur në këtë anijen kozmike ne të shohim edhe laboratorin inteligjent të shkollës tuaj për fëmijët që do të mësojnë teknologjinë. Por nuk është vetëm shkolla Ismail Qemali, është rasti dhe dita për ta thënë që janë njësër shkollash në Shkodër ku tani më po investohet dhe po punohet për transformimin e tyre, qoftë transformimin tërësor, qoftë për ndërtimin e infrastrukturës tyre sportive, qoftë për konviktet e shkollave profesionale, dhe janë 5 shkolla ku puna ka filluar, ndërkohë që janë edhe 4 shkolla të tjera ku përfshihet edhe shkolla Ismail Qemali që janë me financimet e qeverisë shqiptare për këtë vit. Kështu që unë nuk dua t'ju marr më shumë kohë. Dua patjetër që t'ju them në fund se as nuk diskutohet që përtej të gjitha mureve që rindërtojmë, apo hapësirave që krijojmë, apo pajisjeve të fjalës fundit që marrim, shkolla fillon nga mësuesit, edhe nga mësueset, dhe mirëqenia e tyre është domosdoshmëri për të pasur një shkollë të suksesshme. Kështu që unë ju siguroj që pavarësisht faktit se ne kemi rritur në mënyrë të ndjeshme vëmendjen ndaj mësuesve, kemi garantuar paprekshmërinë e tyre në aspektin e sigurisë së vendit punës, gjë që nuk ka qenë e garantuar më parë. Kemi siguruar që hyrja në radhët e mësuesve të bëhet në mënyrë meritokratike nëpërmjet një platforme transparente dhe pavarësisht se
I kemi rritur në ndjeshme pagat e mësuesve, sot me paga mesatare e mësuesve është 950 euro. Jam shumë i vetëdijshëm që duhet më shumë, edhe ambicia jonë është që paga juaj, paga gjithë mësuesve dhe mësueseve në Rrullin e Shqipërisë në mesataren e vetë të shkojë në 1250 euro. Dhe besoj që është plotësisht e arritshme, bazuar në të gjitha të dhënat dhe të gjitha mundësitë që na jep rritja e qëndrueshme ekonomike, dhe me shumë kënaqësi do rikthehem këtu kur të hapim dyert e shkollës së re. Sa e ka fatin e përfundimit kjo Benet? 18 muaj. Nuk është shumë. Kanë duruar që në 1913. Po, ju keni duruar që në 1913, kështu që do duroni edhe 18 muaj të tjerë për të pasur të prekshëm në realitetin e jetës tuaj të përditshme këtë projekt që sinqerisht është një projekt shumë i bukur. Shumë faleminderit. Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj. This will stay like This will stay, will just be renovated. The colors will be done. And the addition is on the other side. On the addition is this, and this side will be the rocket science. Yeah, of course with the heating and everything. The windows, the heating. The rocket is there somewhere. Po kjo çfarë është universiteti atë? Kjo është palestra e universitetit. Palestra e universitetit? Po, ka qenë toka e shkollës, kanë qenë arene sportive. Është përshmo në 2004 dhe është përkenë bashkërisht, por se kena përdor asnjëherë. Nuk na lejuan asnjëherë. A vazhdon lynë? Po, funksionon. A lynë familje për orë të shpia? Vetëm kjo familje. Po, Edhe universiteti. Edhe universiteti vjen dhe do varë. Se vjen kjo është dhe palestra? Kjo është dhe familje? Ta në mësim që nga i vëndjerit? Po shikojnë aty, po shikojnë si mundësia, po të në projektën dhe të gjithë në gjithë. Zero dhe shisharaja. Shisharaja. The entrance. No, But it's well, part of the ensemble. what I was thinking is, doesn't make sense to have two like this, maybe
Maybe we So we're thinking of taking this and starting to maybe we should find a way to combine all this. absolutely. Po jo, e çfarë? Po gjitha janë shtëpi. Kjo këtu. Po, shtëpi. Familjare. So we were talking about it, but we kind of left it for the moment. Yeah, it's a nice space. Yeah, so the gym will be here. And there? Yes, all the way there. So basically, this is kind of amenity entrance. So it's the whole thing. Yes, not that thing. Not the whole thing. You have a separate exit entry from the outside, and you can directly enter here. But it would be good to find also a way to have a wall that unifies everything. So to have a wall that you have a wall that goes in the same style as the whole project, and to wrap it up and to do something that is like an Great. because otherwise, it doesn't. So it can be nice for everybody. So to be surrounded by this, and then the drawings spread. Si gjymarja do toga dhe më palestra së leni u. Vite që mua pa vite. Po që kanë marrë gjoja për ta përdor bashkë, pastaj më pafshim. Po, pastaj salamin. S'ton kot, më mirë është se i vogël.